Kryqi kush thot se ka gëzuar rreth 3515 familje të prekura nga vërshimet, me që pretendon se u ka lëshuar para në xhiro llogarinë e tyre. Për më tepër, ky institucion nënvizon se vetëm 194 familje kanë pasur problem me dokumentacion dhe nuk janë pjesë në listën e përfituesve të familjeve nga fondi humanitar. Ju informojmë që sot, e hënë 19 shtator 2016, u bë transferimi i mjeteve financiare prej 3515 familjeve të prekura nga vërshimet, sipas listave përfundimtare të marra nga institucionet kompetente me të dhënat e personave të prekur nga fatkeqësia. Kanë mbetur të transferojmë edhe 194 familje që kanë probleme me dokumentacionin, të dhënat e të cilë janë dorëzuar te noteri dhe pas rregullimit të dokumentacionit do të bëhet transferimi i parave. Televizioni 21 vizitoi sot disa familje që u dëmtuan nga vërshimet, por ata tregojnë se asnjë denar nuk kanë marrë nga Kryqi i Kuq. Jo, s'kena marrë na hiç. Hiç s'kena marrë. Hiç që ku jena këtu të gjë, veç që kikushia që ka marrë qirë, jo. S'kena marrë na. Jo, kur gjo s'kam gjirë llogarinë time, kur gjo hiç. Hiç, kena shku 2-3 herë, kena vetë edhe se kam ndërmend më shku me vetë. Se di se i kanë vjedhë. Pedim, pedjellë një fëmijë i vogël, që atu pa më ka dalë shejtani a shiqare atu pa, dhe shka me bo? Në bon kesh, për me ngret, pare s'ka. Ala si kanë ngret parat, bile se kam ati gjithë, s'ka pi dërshavës, kur që? 500 euro, dhe në ato më tjetë. Nisu se i këtë vetën pare. Jo, nuk ka arritur asgjë tek ne, ata na kanë thënë që të presim e deri më sot asgjë nuk dim. E njëjta gjendje paraqitet edhe në Stajkovc, me që as atje të hollat e Kryqit të Kuq nuk kishin bëri. Ne ništa prevedeno. Nuk kam bërritur asgjë, sot e kontrollova xhirollogarinë në bank, asgjë nuk ka. Imamo prijavljeno preko... Kam lajmëruar përmes noterit për dëmshpërblimet, por asgjë s'kemi marrë deri më tash. Thonë që këto ditë, por deri më sot nuk ka asgjë. Ndryshe kjo është java e 7 pas vërshimeve në rrethinën e Shkupit dhe banorët ende po jetojnë me shtëpi të dëmtuara dhe një pjesë e madhe nuk u është lëshuar dëmshpërblimet dhe as avansi.